Ungjilli është një libër në cilin mund gjejmë përgjigje për çfarë do lloj pyetje të jetës sonë. Por leximi i Ungjillit nuk mjaftohet vetëm thjesht në leximin, siç thonte Shëni Jeronimi. Shkrimi i shenjtë nuk është thjesht në të lexuarin, por është në të kuptuarin. Nëse ne nuk meditojmë, nuk ndalojmë meditojmë, do e njohim vetëm si ngjarje e nuk do ndalim se çfarë do thotë ajo për ne. Ungjilli i sotëm tregon një shërim Zotit. Mbasi Zoti doli në bregun e përtejme të liçenit Galilees, në një vend që ishin disa qytete të vogla pagane, ndërmjet tyre ishin 2 Gergesa dhe Gadara, dhe aty pa 2 të demonizuar, që rrinin thot pranë varreve dhe ishin shumë të egërsuar. Sa që shpesh herë kur i kishin lidhur, kishin këputur zinxhirat dhe të gjithë populli kishte frikë prej tyre. Dhe askush nuk kalonte dot nga ajo rrugë, sepse paganët i kishin gjithmonë varret pranë rrugës. Dhe kur pan Krishtin, demonët thirrën, Jesu thot, biri i Perëndis thot, çfarë ka ndërmjet nesh dhe ti thot? Pse ke ardhur më përpara thot për të na gjykuar thot? Dhe kërkuan që të dilnin nga ky njeri, nga urdhri që kishte dhënë Krishti, dhe na i lejoi që të hyjmë në një tuf derrash. Ishte një tuf derrash prej 2000 derrash që kullosnin aty pranë, dhe Zoti i lejoi. Derrat u sulën drejt liçenit, dhe në atë vend ose dikush mund të ketë qenë ndonjëherë atje, është një shkëmb shumë i madh dhe është një gremin, dhe ranë të gjithë poshtë në liçen dhe u mbytën. Dhe barit të trembur nga kjo gjë shkuan në qytet dhe i lajmëruan se çfarë kishte ndodhur. Dhe njerëzit edhe qyteti kërkuan Krishtin që të largohej prej tyre. Dhe Krishti hipin në varg dhe u kthye përsëri në qytetin e tij. Ky është ungjilli. Çfarë do thotë ky ungjill për ne? Më kryesori është që ne duhet të kuptojmë që në botë ne nuk jemi vetëm. Dhe shpesh herë njerëzit kanë një vështirësi nëse ju flet për ëngjëjt e nëse ju flet për demonët. Po çfarë vështirësie ka për të besuar që ekzistojnë ato, nëse ne besojmë që ekziston Perëndia? Perëndia ka krijuar dhe ëngjëjt, dhe një pjesë e ëngjëjve të rënë janë ata që quhen demon. Dhe ata janë edhe pranë nesh shpeshherë. Shëm Pavli shkruan diçka shumë të rëndësishme dhe thot, lufta jonë nuk është kundër mishit e gjaku, por është kundër frymërave. Shën Efremi, ku shkruan lutjen që i kërkon Perëndis mos më jep frymë të tillë dhe të tillë, nuk e ka fjalën si parim frymën, por e ka fjalën realisht për diçka. Fryma të cilët e trëndisin mendjen tonë dhe pasionet tona i ndjekin pas. Dhe të demonizuar nuk janë vetëm thjesht këta që duken nga jashtë. Demonizimi më i madh është nga brenda. Shënë Jan Gojarti duke folur për këtë ungjill thotë fjalë. Unë do kisha preferuar të jetonja më mirë midis 10.000 demonizuarve të tillë, se ata thotë që nga jashtë nuk duken, thotë, mund të jenë të lartë, të krehur, të rregulluar, por brenda kanë një mori shumë të madhe demonësh. Zilin, çmirën, shpifjen, lakmin, imoralitetin, vrasjet, vjedhjet, të gjitha këto gjëra janë pikërisht nxitur nga këto frymëra të cilat ne shpeshherë nuk i kuptojmë, por na kapin në dobësinë tonë, sepse asnjë frymë nuk ka fuqi mbi ne. Jemi ne që e hapim derën. Asnjëherë dera nuk hapet nga jashtë, hapet nga brenda. Pasionet tona nxisin pikërisht këto frymëra. A nëse zaptohemi për këtyre frymërave, është shumë vështirë që njeriu të shirohet dhe të kuptojë. Në librin e tij të famshëm Dostojevski, Demonët, pikërisht është mbështetur në këtë pjesë të ungjillit. Në letrën që i dërgon mikut të tij Majkov, i thot pikërisht këtë gjë. Në Rusi thot, kanë hyrë thot demonët thot. Dhe ashtu si çryn tek derrat dhe ran liçen dhe u mbytën, këtë lloj demonësh do e shkatërrojnë popullin rus. E kishte fjalën për gjithë lëvizjet ateiste të asaj kohe, të cilët influencuar nga ideologji të ndryshme që qarkullonin në Europë, mendonin se mund ndërtonin një botë shumë të mirë, po pa Zotin. Asnjëherë nuk mund ta ndërtojmë pa Zotin një botë të mirë. Çdo tentativë për ndërtuar parajsën pa Zotin ka përfunduar duke kthyer në ferr. Ne nuk mund të bëjmë dot gjë pa Perëndin. Kur Krishti na thot në Ungjillin e Shën Johanit që pa mua s'bëni dot asgjë, na thot pikërisht për kuptuar këtë gjë. Ne nuk mund ta realizojmë vetëm nga forca jonë, sepse ne nuk jemi qenie autonome. Ne i qemi të krijuara.
Ne nuk kemi jetë në vetvete, nëse nuk jemi në jetën me jetë madhe. Jetë në vetvete ka vetëm Perëndia dhe ne marrim jetë përsa jemi pranë Perëndis. E sa më shumë largohemi nga Perëndia, largohemi dhe nga jeta jonë. Prandaj dhe jeta jonë bëhet kaq e varfër e kaq e thatë, sepse nuk është prania e Perëndis. Dhe Ungjilli i sotëm pikërisht na tregon edhe për realitetin tjetër, realitetin demoniak, i cili është realitet. Sa herë ne bëjmë gjëra që janë të këqija, nuk mund t'i bëjmë dot vetëm thjesht nga njeriu. Njeri që nuk pushtohet nga të tilla frymërave nuk mund të bëjë krime kaq të mëdha. Këto vijnë pikërisht kur ne e hapim veten tonë gjatë gjërave të këqija dhe e hapim zemrën tonë jo ndaj Zotit, por ndaj të ligut. E duke u mbushur me këtë lloj fryme, ne shkatrojmë veten, e shkatrojmë dhe shumë njerëz që janë rrotullesh. Prandaj dhe Ungjilli i sotëm është një paralajmërim për gjithë secilin nga ne, për të qenë vigjilent. Kur Zoti na thon vazhdimisht rrini zgjuar, që do thotë rrini vigjilent, pikërisht këtë gjë do thotë ne duhet ta ruajmë zemrën tonë nga çdo lloj papastërtie, se nga pastërtitë e zemrës vijnë gjithë gjërat e këqija, nuk vijnë nga jashtë. Prandaj dhe Zoti në Ungjil kur përgjigjet farisejve, se i thanë përse nxënësit e tu hën bukë me duart palara, i tha nuk e ndyn njeriu nga që vjen nga jashtë, pa ajo që del nga brenda. Nga zemra e njeriu dalin gjithë gjërat e këqija. Shpifjet, thashethemet, grindjet, dëshirat për të vrarë, pasionet e mishit e gjithçka tjetër. Nëse ne qetësojmë zemrën, e në zemrat tona do vi hiri i Shpirtit Shenjtë, do kemi paqe, e mendja jonë do jetë e kthjellët, e do njohim gjithçka tjetër. Dhe një pikë tjetër shumë e rëndësishme e këtij ungjillit ishte kur njerëzit e qytetit i kërkuan Zotit të ikte. Të gjithë ne mendojmë që e duam Krishtin ta kemi pranë, po e duam realisht ta kemi pranë? Sepse i gjykojmë shumë ashpër ndoshta banorët e Gergesas. Por sa herë i themin e Krishtit që largohet nga ne? Njerëzit shpeshherë nuk e duan këtë gjë. Madje nëse do bësh një jetë besimtare, një jetë mbështetur në parimet e Ungjillit, në mësimet e Zotit, njerëzit e tjerë nuk do duan rrotull, se do jesh një kritik për ato. Është i famshëm historia, kur një qytetar i Athinës, Alkiviadhi, sa herë takonte Sokratin, i thonte këto fjalë: Sokrat, thotë, të urrej ty, thotë, se sa herë që të shoh ty, ti më kujton veten time, të cilën unë nuk e dua, sepse duke bërë jetë në shturur, predikimi i Sokratit e trondiste atë. Prandaj dhe çdo njeri që bën një jetë sipas Krishtit, për shumë njerëz të tjerë është një kritik. Njerëzit mendojnë se është më e lehtë jeta pa Zotin, se janë detyrime shpeshherë. Si shpeshherë shumë njerëz nuk shkojnë ke mjeku, sepse kanë frikë nga dhëmbja, por dhëmbjet që mund të marrësh ti nga mjekimi janë për të shëruar. Prandaj dhe kufizimet që na jep Zoti, mos vidh, mos shkel kurorën, mos vritë gjithë gjërat e tjera, nuk janë për të na dënuar ne, po janë për të na mbrojtur, janë mjekime të cilat na mbrojnë nga shkatërrimi i vetvetes sonë. Dhe më tragjikja është kjo gjë, sepse duke mbrojtur pasionet tona, ne nuk mbrojmë veten reale, po mbrojmë pseudo vete. Mbrojmë një vete që nuk është krejtësisht e jona, ashtu siç ndodh me njerëzit e zaptuar që alienohen, bëhen të huaj nga vetja e tyre, ashtu ndodh dhe me çdo njeri nga ne që bën një jetë në mëkat. Si thohet në paravolinë e djalit prangprishës, dhe djali erdhi në vete kur u pendua. Gjë që të thotë deri atëherë nuk ishte në veten e tij. Prandaj ne shpeshherë mbrojmë me ngulm të madh dhe me pasion atë që nuk jemi ne, dhe luftojmë kundër asaj që jemi ne realisht. Prandaj dhe Zoti na thotë ne, kushdo që të vi pas meje, të marrë kryqin e tij, të mohoj veten e tij, dhe ka fjalën për këtë lloj pseudo vete, e të vi pas meje. Dhe njerëzit i kërkuan atij që të largohej nga qytet. Dhe Zoti u largua. Dhe nuk thohet në Ungjil që ai shkoi përsëri në atë vend, nuk erdhi më. Nëse ne do i kërkojmë Krishtit që të largohet, nuk do qëndrojë tek ne, sepse Perëndia nuk bën asgjë me forcë. Nëse ne nuk e pranojmë me vullnetin ton të lirë. Është themeli i antropologjisë krishtere që njeriu është krijuar si një qenie e lirë. Ai shumë e ka dashur Zoti çdo individ, sa që e ka krijuar si një qenie të lirë, që do thotë kemi lirinë për të pranuar Zotin e për të ecur në rrugën e tij, siç kemi edhe lirinë për të mëkatuar, dhe me anë të kësaj mund shkatërrojmë veten tonë. Gjithsekush
ka përgjegjësi për çdo vepër të tij që bën, sepse njeriu është një qenie e lirë. Shpeshherë gjetja e fajit jashtë është një justifikim. E tregohet një histori shumë e bukur në Malin e Shenjtë. Gjatë kreshmës së madhe ishte një murguri i cili ndoshta kishte shumë vështirësi për kreshmën dhe kishte një çelës të madh, siç kanë qenë çelësit e dyerve të asaj kohe, që kishin një shumë të madhe, e merrte atë çelësin, vendoste një vezë dhe zjente në flakën e qeriri. Dhe njëri igumeni hapi derën dhe e pate duke bërë këtë dhe tha, çfarë bën kështu thot? E tha që më tundoi djalli. E historia thot që dëgjua një zë i trash duke i thënë, gënjeshtar, mos më kishte shkuar asnjëherë në mendje kjo gjë. Ishte djalli që foli. Shpeshherë duke gjetur justifikim vetëm nga jashtë, ne nuk shërohemi, sepse mosfuqia për të pranuar fajin tregon një dobësi shumë të madhe shpirtërore. Shenjtorët e kishin kurajon gjithmonë për të pranuar gabimin e tyre. Ne nuk e pranojmë sepse nuk kemi kurajo. Nuk kemi kurajo sepse jemi krenar, e jemi krenar sepse jemi egoist, kemi krijuar një pseudo vete. Prandaj dhe Ungjilli i sotëm është një mësim shumë i rëndësishëm për ne, ta ruajmë pastër zemrën tonë, se nëse e hapim dhe e ndyejmë, frymëra të ndryshme mund të hyjnë brenda, që do shkatërrojnë jetën tonë. Dhe na thotë që ta pranojmë Krishtin, ta pranojmë Zotin, edhe kur na duket e vështirë, mos ta përzëm nga jeta jonë, se duke përzën nga jeta jonë, është jeta jonë që do thahet. Le të lutemi Zotit që të na japi fuqi, na japi fuqi, të na japi ndriçim, që të dallojmë frymërat, sepse siç na porosit Shënë Johani në letrën e tij, bijtë e mi thot, dalloni frymërat. Jo çdo frymë vjen nga Perëndia. Jo çdo mendim që na pëlqen do thotë që ka ardhur nga Zoti. Shpeshherë nuk vjen nga Zoti, vjen nga i tjetri. Prandaj edhe të kërkojmë Perëndis dallim, sepse duke pasur dallim do ndriçojmë veten tonë. Dhe siç më pëlqen mu të them vazhdimisht, duke ndriçuar veten tonë, ne mund ndriçojmë edhe njerëzit që janë rrotull nesh. Amin.